Është Ilir Meta, po është edhe Erion Veliaj në burg. Ndoshta po është edhe Saljani. Janë bërë shok me njëri tjetrin. Është edhe Saljani, është edhe Saljani në Fier, edhe ke Saljani kam vendosur. Do shkosh të takosh të gjithë? Do shkoj të takoj Saljanin. Kemi dhe raportet, domethënë me të. Do shkoj të takoj patjetër Saljanin. Kam qenë një kohë shumë ngarkuar vetë personalisht. Dhe pra në agjendën time janë dy personalitete dhe figura. Po Erion Veliaj nuk është. Të cilët tani në agjendën time tani kam përshtypjen se pra Zoti Meta dhe Saljani do të shkoj të takoj edhe do doja që periodikisht nëse ata do të lejonin të isha pranë tyre të isha një shok për ta. T'i ndihmoja në këtë dimensioni shpirtëror të jetës që të mos humbasin atë jetën që është brenda tyre, por të rigjejnë njeriu që shpeshherë ne humbim kur jemi të rrethuar nga njerëzit. Shpeshherë humbim kur jemi të veshur me pushtet. Këto janë momente të rëndësishme në jetën e njeriu. Veliajn me komunikimin publik që shikoj nga burgu, para burgimi se nuk është burg ajo Velijes, shikoj që ka një det zemërimi që derdhet prej tij në publik. Nuk e di është gati, është i gatshëm. U pres për momentin, edhe për Velien patjetër. Edhe për Velien dhe për çdo person, për çdo kënd pavarësisht të zgjedhjeve politike. Pa pres për momentin për të shkuar për të takuar si pastor edhe Velien. Por Zotin Meta dhe si mik, edhe Saljani dhe si mik gjithashtu. Po tani ata këta dy të paktën, Ilir Meta dhe Erion Veliaj janë akuzuar për korrupsion, për afera korruptive. Në botën e besimit, çfarë lloj mëkati është ky i vjedhjes në thonjza të parave publike? Shumë interesant. Falet? Shikoni. Se tani filloi intervista.